Unë jam besimtar e besoj Zotin, apo se pranoj unë Muhamedit si pejgamber. Mjafton vetëm me këtë, besoj se është një fuqi e madhe. Kjo është besim agnostik që thuhet, nuk është besim religjios. Që nuk çon xhenet. Po, nuk çon xhenet. Ky besim është i pamjaftueshëm. Kështu edhe idhujtarët e Mekës edhe njerëzit këtë botë kanë besuar se ekziston një forcë e madhe sublime që ka krijuar çdo gjë. Ama kjo nuk të bën besimtar që meriton shpëtimin, po duhesh ta njohësh këtë Zot, ta panosh si tillë edhe ta adhurosh atë. Kuptimi që ti nështrohesh urnave dhe porosive të tija. E prej urnave dhe porosive të Zotit është se ka zgjedh njerëz që ka bërë pejgamber. E prej tyre ka zgjedh Muhamedit sallallahu si vulë të pejgamberëve. Edhe argumentet historike, argumentet filozofike, argumentet e ndryshme dëshmojnë se ai ka qenë pejgamberi i Zotit dhe se libri që është shpall Kurani është libri i vërtetë. Se prej ditës që është shpall Kurani, deri sot s'ka mujt askush gjen asnjë gabim, asnjë kontradikt në këtë. Edhe përputhja e Kuranit njëra me tjetrën dhe me ndodhit historike që ndodh pas asaj e kanë vërtetuar edhe më tepër. Prandaj shumë orientalist dhe shumë misionar krishterë ku kanë hyrë ta studiojnë Kuranin për gjetë gabime dhe mangësi, ata në fund janë bërë musliman. Dhe kjo është për argumenteve moderne bashkëkohore që përdorin domethënë muslimanët për dëshmuar dhe për të argumentuar se Kurani është fjalë e Zotit dhe se Muhamedi është pejgamberi i tij. Dhe ai që s'ka këtë besim s'mund me hinë xhenet. Këta e thot Islam, se njëra do të hoxha po thotë. Jo, Islami kjo s'ka kurkush asnjë hoxh ndryshe nuk thotë. Nëse dikush për muslimanëve thotë ndryshe, mos është musliman.